Qyteti Librazhdit i shtrirë përgjatë lumit shkumbin dhe me skodrinave të gjelbëruara, po përjeton një transformim të ndjeshëm vitet e fundit. Pal bashkëpunimit mes bashkisë dhe qeverisë shqiptare, janë realizuar disa investime të prekshme që kanë përmirësuar jetën urbane dhe infrastrukturën publike. Ndër më të rëndësishmet janë rehabilitimi i shëtitores kryesore, që përshkon qendrën e qytetit mbi lumin Shkumbin, si dhe krijimin e parkut gjelbërues, një hapësirë relaksi dhe freskie përgjatë rrjedhës së lumit, që sot është kthyer në një pikë takimi për të rinj dhe të moshuar, sidomos në orët e pasdites. Megjithatë, përballë këtij zhvillimi, mbetet shqetësues fenomeni i largimit të rinjve dhe familjeve drejt kryeqytetit apo edhe jashtë vendit. Tabelat "shitet shtëpia" janë bërë të zakonshme në lagjet e qytetit, duke reflektuar boshatisjen e ngadalë të një zone që pavarësisht bukurisë natyrore dhe investimeve, po përballet me sfidat e emigrimit. Fusha e sportit e rikonstruktuar së fundmi është një tjetër hap pozitiv drejt gjallërimit të jetës komunitare, duke shërbyer si një qendër aktivitetesh për të gjitha moshat. Librazhdi mbetet një qytet me potencial turistik dhe natyrë të gjallë, që kërkon më shumë vëmendje për ta mbajtur gjallë shpirtin e tij qytetar.